pa ta përmend Anton Martini. Një prokuror të paktën që ka arrestuar banda e Këtë vetingu e odhim rrugë. Po pra. Këtë që ky duhet ishte Se s'du me ta kaloj ty sigur ka lidhje. drejtues pagu. Këtë udhëm rrugë po. E udhën rrugë pse ke marrë një kredi dhe e kalove kënej. Ti je mirë, je ashtu, po pse more kredi? Që ka luftu me bandat më të rrezikshme në Shqipëri. Dyshimet janë që ky është pagu nga bandat që është heq. Po. Ka dhënë që është paguar nga bandat që ky person është hequr nga puna. Po atëherë ky Vetingo mirë drejtësia, po Vetingo, çfarë mendon për Vetingo? Unë po ta them në mënyrë të përmbledhur, sepse edhe unë kam fol, fjala lirë ne diskutojmë. Dhe është opinioni publik që në rastën e gënjem, shpifim ose themi Rama na ka fajin drejtësia apo na ka fajin Vetingu? Mendimi im personal, kur them Rama kam gjithë mendimi im personal, Vetingu vjen nga një mashtrim i bërë popullit shqiptar. Duhet kemi parasysh që Vetingu kur u bën Shqipëri, u gjetën disa emra personash, u stigmatizuan nga media dhe këto janë media të sponsorizuara nga George Sorosi. Pra George Sorosi sponsorizoi mediat që ky gjyqtar fryni një gjyqtar për vendime siç po ndodh sot. Që kap një gjyqtar, gjej një dhe hajde ky boni këtë dhe krijohet besimi i publikut. Dhe besimin e publikut e krijuan vet. Tha ka problem, do të pastrohet. Po pra, tani te Vetingu lind problemi më i madh, ligjit ishte mirë. Po më bën ligjet. Tashi personat që të bënin Vetingun, Neni Gjashi, ligjit për Vetingun, thoshte, kishte kriteret. Për shembull kriteri ishte mesatarja mbi 8. Njeri t'kesh marrë 8, t'kesh qenë jurist i shquar i fushës, pa t'kesh qenë avokat, t'kesh pas çështje, t'kesh qenë avokat jo kot, po t'kesh qenë të pagush taksat dhe tatimet, të ti mund të punosh sa dush, po t'i shmang shtetin t'i s'ke moral të shkosh aty. Gjë e tillë ishte me Ardian Hajdarin. As i tatim s'kishe pagu, u dënu. Pra dy antarë të Vetingut nuk plotësojnë, domethënë që janë dënu penalisht. Dhe të gjithë, të flasim pak më brapa, pra ishin kriteret ligjore. Të gjithë antarët e Vetingut sot nuk i plotësojnë kriteret ligjore. Dhe këta kanë sjell pasojë sepse një ignorant si mund di kush duhet ri e kush duhet hiki? Çfarë pret për një ignoranti? Se është ai vetë. Për shembull, këta nuk plotësojnë asnjë kriter, s'morin vesh. Dhe ato kanë heq njerëz të mirë, edhe këta që kanë kaluar nuk mund të them kuptimin por kanë ul numrin e profesionistëve. Tash ti e shkatron pyllin ta duke vrarë tigrat. Ai vrau gjithë tigrat kotën kot. Anton Martini për morin për shembull. Çka ka bëu, ka marrë një kredi, por ç'a të keqe ka? Ke detyrim ti si shtet që kët prokuror që ka luftuar bandat ta futesh ti t'japësh shtëpi vet. Aq më tepër ka bler shtëpi me kredi, bravo i qoftë. Pra në vend ta favorizosh tjetrin që si ke bëu asgjë, se sot Anton Martini po pagu kredin. Se kredin vodhi, po do kjo është me vënë durën të kokë. Rasti më flagrant që unë jam habit dhe ka kërkuar dhe përjashtimin, po e përmend domethënë, është rasti i Ina Ramës. Duke parë në media, doli Ina Rama. Kur e kisha në KPA, e shof Ina Ramën më rezultoi, kishte dalë fytyra e saj tek lista e bashkëpunëtorëve të shërbimit sekret. Më kujtu filmi Mecolin. Po ta kesh parasysh, zoti mësues, ai është spion. Më kujtu vrasjet e Colit. Në këtë moment unë vendosa do kërkoj përjashtimin, vetëm se është antar e shërbimit informativ shtetëror. Me ligj nuk lejohet antarët e bashkëpunëtorët e Vetingut që t'jenë aty. Pra kam kërkuar përjashtimin se është antare shërbimit sekret. Plus e çështjeve tjera, kam pasur konflikt me Ina Ramën. Shërbimi sekret shqiptar? Po pra, sepse ligji është i tillë në organet që japin drejtësi, ti s'mund të kesh bashkëpunëtor shërbimi, se nesër vjen me dosjen e bashkëpunimit e thot, ata andin kres, ose tjetri që mund të jetë dhe bashkëpunëtor, ose edhe rasti Velia, këtë e du, dhe ti do të thonë, ai janë mjeshtën bëjnë e letë në fund fare. Spion e dyta me Ina Ramën, konkretisht unë kam pasur përplasje me çështjen Durrës Kukës, sepse kam hetuar çështjen Durrës Kukës, po s'keni parasysh është çështja e hetuar nga ana ime. Vlera e dëmit, e parave të shpërdoruara nga buxheti shtetit ka qenë 250 milionerë, e kanë nxjerrë jashtë afatit me qëllim. Kush e ka nxjerrë jashtë afatit? Ina Rama. Kam qenë prokuror, e kanë nxjerrë jashtë afatit dhe për këtë shkak kam kërkuar. Çështje tjetër kam pas 21 janarit, sonë prokuror që kam pas hetimin e 21 janarit. Më ka heq nga grupi 21 janarit. Mund personalisht kam marrë dhe shpërblim këtë, se isha i grupit, edhe më shpërblim, milesore, por shoh që t'ja kthej lekët mbrapa kuptimi që më shpërblim dhe t'i kthej se kam marrë i rrok, kupton? Më ka heq nga grupi pa më tregu.
dhe ka ndodhur dhe ka shkatruar dosjen e 21 janarit. Dhe kjo është këtu. Pra shkatroj dosjen Durrës Kukës, shkatroj dosjen e 21 janarit. I del tek spionët, thash, po ai filmi i Colit, kam kujtuar filmin e Colit është filmi i viteve 60, thash. Kjo nuk interesante, se dje që ka qenë kështu bashkëpunëtore. Kanë dalë fotot bashkëpunëtore, është bërë dhe një gjyq te gjykata administrative dhe Ina Rama rezulton si person që shiku nuk jep informacion. Thot si jap, po jep, ç'është ky, ka dalë fytyra, çdo ti këtu. Dhe unë të që e mora... Ka qenë para pozitave si krye prokurore apo pas? Nuk e di kur është bo, dhe problemi bashkëpunimit kush është? Se këtu është problemi. Personi që ka dosje, se ne jemi marrë me çështje, po ta them në parim, mos hym detajeve konkrete. Një bashkëpunëtor i shërbimit ka dosje. Ç'kupton dosje? Pra, një dosje operative për një person, për një tjetër. Kur i ke dosjet operative fizikisht, kur i ke dosjet, dhe i thumë me shantazh, ora je me foto se ke spionu shokun për shkakun, se ku të ti gje, do spionoj shokun e gjithë. Dhe janë dosjet, ke spionu filonin. E detyruar, çfarë do ti këtë? Dhe është në funksion të shërbimit. Pra këto quhen njerëz të kapur dhe ligji ti je student i magjistraturës, lesh ti je aty. Por sot kush flet për këtë? S'flet askush. Flasim, ne jemi të lirë, flasim se i ka dalë fytyra aty, ka dalë, ç'të them, i je këtu. Foto e kohëve të funit, emri babaj, emri nanës, si te filmi me Dorton Muzin, emri nanës, e ke aty me gjithë, çfarë do këtu? Dalim tek një rast. Dhe të gjithë antarët e vetimut janë me probleme. Marrin Pamela Ballukun. Shkolla ka qenë 4 vjet më ranar. Kjo ka ngel në klas 5. Nxënëse 5-s u vu aty. Ka qenë juriste tek AMC-ja. Çfarë vlerësh ka ky njeri? Marrin Valbona Sanxhaktari. Motra vetë është pa shkollë fare, ne kemi zëvendësir kryeministri. Neve i gjejmë njerëz. Se ke pas i lloj fëmijëve, po motra vetë u bë zëvendësir kryeministri pa shkollë hiç. Ngelim shkollë. Veç me trajnime tuaja. Ore ngelim shkollë. Se gjitha po ti veshë diplomat e shkollës lartë deri para. Sanxhaktari ka qenë jurist thjesht. Një jurist tash vetë në vetin, tash duhet të çodhëm gjykat lart. Ore ç'është kjo juriste ka konkuruar në shkollë të magjistraturës, ka marrë 85 pikë nga 600 pikë të mundshme. Tash ku i gjejmë këto? Kemi marrin Brunilda Bekteshi, nuk ka tetën e mesatares, nuk di gjuhën e huaj dhe nuk ka vjetërsinë punë. S'ka asnjë gjë, këta i kanë marrë, i kanë vënë këtu. Tash si janë vënë këto persona këtu? Se këta ç'bëjnë dhe janë evitu njerëz fushës ose profesionistë fushës. Po pse janë vënë njerëzit? Të gjithë janë me probleme. Ke Etlida Çiftën për shkakun, marrim Etlida Çiftën. Kjo është juriste që është marrë me ujësielësat, me hidrovorët. Drejtësia nuk ka nevojë për hidrovor, se si shkon ujti këtij, shkon ujti ani. Ka qenë pranë tek liçeni Banjës, juriste e liçenit Banjës. Tash për çfarë mund të thoj një jurist? Se po diskutoj i Banjës. Ai Banjës, okay. Banjës është hidrocentrali i Banjës, aty që shifte punëtorët, veshin kapelet apo jo, respektoheshin kushtet teknike. Neve duam profesionist. Nuk mund të marrësh mjekun një që shko me hanxhar, mjeku është me bisturi. Këta kanë ardhur në punë me hanxhar. Kemi, mos harrojmë të anëri, kemi 2 të dënuar. Ke Ardian Hajdarin të dënuar nga drejtësia. Ke Luan Dacin, që është emër edhe Luan edhe Dac, pra emër 2 kafshëve. I ke të dënuar për falsifikime. Atëherë si u gjetën këta njerëz? Ke Sokol Çomën për shembull. Sokol Çoma sot në Veting është frymëzuesi i Fondacionit Soros. Ka marrë rrogë nga Fondacioni Soros. Pra i ke gjithë to, i ke të gjithë me cene, dalin rob dhe dalin në konflikt interesi. Dhe këta njerëz u bën këto po dhe kesh parasysh anë, kush është me dosje bashkëpunimi dhe kush e ka kaluar i kapur. Është i kapur, sepse që këtu nis rrënjët e këqijat. Po ty është gjithë sa dush, ke me lopat, ke shkarkum që janë kthy. Po a ka vlerë kur ti shkarkohesh për korrupsion e thesh prap. Pra, a mund ma thoshta? Po pse është bërë kjo? Pra këto bën drejtësinë. Ta bën. Dhe shumë njerëz thonë, çfarë vlerë ka kjo, ne tecim parë. Po jo tecim. Neve duhet marrim masat që gjërat të parandalohen, që të mos ndodhin më në ta.